Zoti Islami ka pasur një reagim të zotit Rama lidhur me një ftesë që i ka bërë Donald Trump për të marrë pjesë te bordi i paqes. Si e konsideroni? Gënjeshtër e radhës, Pse? mashtrimi i radhës. Po ai nxori letrën avokat. Qa lek? Nxori letrën. Qa letre? Ishte I një ka ardhur Edi Ramës nominalisht. I ka ardhur shteti shqiptar. Ata Ramën nuk e njohin. Ata Ramën e kanë dënuar. Për ata Rama është person i rrezikshëm. Rama nxori letrën e tha që faleminderit Donald Trump, është vlerësim shumë i madh. Më fal, po do ta them të më falin qytetarët shqiptarë, të vjen për të vjellë kur e dëgjon Edi Ramën kur flet. Për të mos thënë të vjen ndryshe. Ftesa që i ka thënë Donald Trump. Lor zotëri si ka ardhur ftesë Edi Ramës. Po ai lexoi nxori letrën. Po lese që shkruan e që gënjen ai gënjen ditën për diell, ai se ka për gjë të gënjej. Po me qenë do reagonin ambasada amerikane që thoshte se është e vërtet, sa ai ju drejtu Trumpit. Reagoi misionari shqiptaro-amerikan Pullum Pilin që tha, është mashtrim, tha. Ju gënjen, tha. Dhe dalë të thotë që s'ka të drejt ai Pilinci. Dhe dalë, Edi Rama, thotë s'ka të drejt. Po pse duhet me dalë? Mora ai ja tha shqip, ai e di se si ishte e vërteta, më mirë se kushdo tjetër. Më mirë se ambasada, nuk e di ai avokat. Si the? Më mirë se ambasada amerikane në Shqipëri, nuk e di. Më duket se e di më mirë. Më duket se e di më mirë se ambasada. Pra ju thoni që kjo ishte mashtrim. Mashtrim i radhës. Pse do e bënte Rama këtë mashtrim? Shiko, është një pyetje që kot që e bën. Jo, po pse duhet pse ta bënte? Po se do që të mbaj njerëzit afër. Se ajo varka e tij po mbytet. Dhe po ikin një nga një. Ku e ka Agasin? Ergyes Agasi, ku e ka? Ku e ka, pse nuk thot? S'është punonjës shteti Ergyes Agasi. Pse ai ishte te akshim. Ishte te akshim o zotëri. Ishte biznesmen, nuk ishte punonjës. Biznesmen te akshi? Jo, biznesmen ishte që thonë sipas përgjimeve që ndante tendra, nuk e di ç'a bënte. Faleminderit shumë. Po pra, po. Kush e ka ndorë t'i ndaj tenderat? Kush e vë firmën? Qa thua kështu? Jo për zotëri, ju mbulojni sa të doni se ju atë pun kini s'do hani bukë. Se ju pret bukë, nuk e di. Po a ishë mashtrus, kaq. Po nëse zhvillohet një mbledhje e bordit të paqes dhe Rama është aty. Kanë vatur 50 shtete ati. Kanë vatur 50 shtete. Se shtete. është Serbia, për shembull. Urda? Se nuk është Serbia. Pyesni ata që bën ftesat. Jo mua. Pikërisht të po themi pra. Jo, s'ka pikërisht aty. Dhe pyetja tjetër Ka është... presjerisht, jo pikërisht. Dhe pyetja tjetër është, a mendoni që ishte një lloj, po themi, lobimi i Tony Blairit dhe Kushnerit? Po dhe të bëjnë lobimi mason të Tony Blairit dhe Illuminati, Tony Blairit edhe Kushnerët nuk kanë asnjë vlerë. Shteti Amerikan i ka vënë punët në vijë. I ka vënë punët në vijë. Dakord? Pra ju besoni që raporti mes Edi Ramës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës është i pandyshueshëm. Si mos më keq, kjo është bindja juaj. Si çka qenë, po. Ore, si të t'ja falin atë spionazhin me Gonigalli, si flisni kështu? Ç'është lobimi është, mo? Gabim. Donald Trump biznesmen është. Gabimet nuk janë gabime zotëri, në politikë janë faj, janë krime. Gabimi në politikë është krim. Dhe dënohet. Ndëshkohet. Avokat, edhe Donald Trump bëri vepër penale që... Nuk gjykojmë Donald Trumpin sepse është presidenti i Shtetit Bashkuar. Po, s'më hyn punë mua fare dhe ta gjykojnë amerikanët. Po flasin për demokracinë. Ore zotrin, edhe njerë, s'kam të drejt Po t'ishte demokraci, edhe Donald Trump, deri para se të bëj president, ishte në gjyq. Momentin që u bë president, edhe çdo të thuash me këtë? Po them që nuk ka demokraci të pastër. Po kush tha që ka demokraci? Po që merret shembull Amerika, kjo është ideja. Shiko, Amerika për veten e vet ka demokraci absolute.
Po ka dhe interesat amerikane jashtë kufive amerikane. Dhe interesat amerikanë, në një moment caktuar kur Ramës mund t'i shkojnë për shtatë dhe Amerikës, a mund bëjnë bashkë dhe e toleron të pjesë me Gonigalli? Jo, zotëri, nuk e toleron me Gonigallin ai. Sepse me Gonigalli dhe me Gonigall të tjerë të mundshëm në FBI-n amerikan, i vënë minat në themel të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu që ata duhen eliminuar dhe neutralizuar sa më parë dhe sa më fort. Është folur për një vajtje të Edi Ramës në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk e marr në konsiderat fare. Të lutem, ke ndonjë temë tjetër veç Edi Ramës? Po do dalim dhe te tema tjetër, po këto janë temat kryesore. Jo, s'është kryesore për mua. Folur, po s'është për mua. Ore, ai nuk merret me një charlatano, me një mashtrues, me një gënjeshtar. Po Kryeministri i Shqipërisë avokat. Është i paligjshëm kryeministri i Shqipërisë, ka uzurpuar pushtetin, ka vjedhur pushtetin. Po ushtron diktaturën komuniste të Enver Hoxhës, duke komanduar kuvendin, duke komanduar drejtsinë, duke komanduar qeverin, duke komanduar policinë, duke komanduar gjithçka. Ndaj nuk e njoh, ndaj nuk dua të dëgjoj më për të, mos më pyesni më për Edi Ramën, se është person që nuk ja vlen ta asnjë gojë. Do të pyesim për Belinda Balloku. Dje u hap kuventi dhe Belinda Balloku ishte në kuvend. Ku është Spaku? Pse? Ku është Amerika? Pyetni Spakun në Amerikën. Shkoni te Spaku dhe pyetni, thotë çfarë po bën. Analizë bëjmë. Analizën se bëjnë unë, zotëri, se s'kam gjë dorë të bëj analizë. Analizë politike, juridike, avokat. Pse një Zotëri, person, ai avokat, pse një person që është marrë e pandehur dhe kërkohet arrestimi i saj në kuvendin e Shqipërisë, vazhdon të shkojnë në kuvend? Sepse thash në njëri tjetër për të disajtë, njerë jemi në diktaturën e Enver Hoxhës. Shkurt, qartë saktë. Çfarë duhet bërë këtu? Çfarë duhet bërë? Po. Se di. E din shqiptarët, pyet shqiptarët. Unë çfarë duhet bërë e kam thënë me kohë, nuk e përsëris më. Po pse se bëjnë shqiptarët? Se janë ata që janë, edhe mirua bëjnë dhe kaq sa u bëjnë. Bit mos kemi shpresë se ndryshojnë gjërat këtu. Kush do i ndryshoj? Do i ndryshoj opozita? Kush do i ndryshoj? Kush duhet i ndryshoj avokat? Po kur s'ke opozit, kush do t'i ndryshoj? S'është opozita, është Agron Qeja, është Arlin Qori, është Adriatik Lapaj. Faleminderit shumë që më përmendet gjithë djemtë e Sorosit këtu, edhe mbyllem me krye Sorosin në Adriatik Lapaj. Shkoni pyeti, thuajni. Adriatik Lapaj del atje dhe thotë jemi në protest kundër korrupsionit dhe se shta një tjetër. Pra, nuk del në protest për të rëzuar qeverinë, po del për të rëzuar korrupsionin o tempora o mores. Korrupsioni nuk e bën, e bën qeveria. Pra ti do ta rëzosh nga rrënjtë apo nga degët. Ai merret nga degët, kështu që janë të pabesueshëm. Unë i them këto të dëgjojnë qytetarë shqiptarë dhe të mos kenë pikën e besimit as te Lapaj. Qori është më i sakt, po edhe është më i ndershëm në ato që thotë. Po edhe ai soroist është. Dhe ai thotë jam komunist. Qoftë me shëndet, ne komunizmit ja pam hajrin në Shqipëri. Edhe ja shikojmë beso të kësaj dite hajrin komunizmit. Kështu që tem tjetër. Tem tjetër, Ervin Saliani ndaj Partisë Demokratike. Po kam thënë, e them dhe po e them prap tani, nëse nuk jep dorëheqjen Sali Berisha, nuk ka Parti Demokratike, nuk ka opozit. Pikë. E ka dhënë një dorëheqjen Sali Berisha? Erdhi Lulzim Basha? Asnjëherë, lej mu ato janë garnitura ku ti e thon ato. Erdhi Lulzim Basha. O zotëri, ti jap dorëheqjen ti që të vjen në shtëpi, të haj pensionin rehat. Në lëndsin të haj dhe pensionin. Sepse është person non grata në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe është person në hetim. Shkon 2 herë në javë në SPAK, 1 herë në 2 javë në SPAK. Çdo me thënë kjo. Do vdes në karrike ai. Pra ti mendon pa ikur Sali Berisha nuk ka. As bëhet fjalë fare, do të thënë kur them Sali Berisha them Enver Hoxha. Një lloj janë. Eksaktësisht një lloj, më tamam. Ndash në vit e pushtetit, ndash në diktaturë, ndash në krimin, ndash në tërë, janë identik. Po këtë lëvizjen e Ervin Salianit mendon që mund të mbledh njerëz nga pas? Nga doli Ervin Saliani? Gjithë nga diku ka ndalë? A doli nga PD-ja? Po. Edhe Rama nga PS doli. Edhe Nano nga PS-ja doli. Rama tha rilindje, mu e thot Shqipën, qa doni më? Rilindja e Partisë Punës, kjo është rilindja. Ndërsa, kjo që toni ju, Saliani,
Saljani zotëri nuk interesohet për të rregulluar Shqipërinë dhe asnjë Saljan tjetër. Rregullohen për të rregulluar një vend në parlament, marrën një rrogë të rehat, edhe t'i bëjnë të shërbejnë si Erashke e Edi Ramës, t'i bëjnë fresk. Ka pasur një, po themi, aksion të BKH-s të 2 prej kullave më të rëndësishme në Tiranë, lidhur me call center. Si shpjegohet avokat që shkon agjentët e PKH-s dhe nuk gjetën asnjë gjë në zyrë. Tek njëra prej kullave se kishin lëviz një ditë para. Po ishin njoftuar një ditë para. Ka njerëz të tyre edhe në BKH. Dhe s'kujtoni ju. Ore, kur them unë që BKH-n dhe ato i urdhëron Edi Rama, mua më janë hedhur për sysh, më kanë nxjerrë syt. Ore, fakti që ata janë njoftuar dhe një ditë para kanë boshatisur zyrat, tregon atë që them unë, vërteton atë që them unë. Edi Rama është absolut aty. Pa ikur Edi Rama fizikisht ta zhdukin nga pushteti, nuk ka hajër Shqipëria. Ka pasur një reagim të autoritetit konkurrencës lidhur me 2 kompani celular avokat, ku pas një hetimi të thelluar dhe hetimet vazhdojnë, ka rezultuar që të dyja kompani si Vodafone edhe One kanë pasur rritje të paketave, të çmimit të paketave gati në sinkron me njëra tjetrën. Po, janë plotësisht në sinkron, plotësisht në marrëveshje, nuk kanë konkurrent të tjerë dhe po na vjedhin ditë për ditë. Ndash One, ndash Vodafone, po na vjedhin ditë për ditë, me arsyetime nga më të ndryshmet. Të thotë do të jap 100 megabajt, bie fjalë tek se ka kjo HomeNeti dhe nuk të çon as 8 megabajt. As 8 kilobajt, pa le megabajt, jo. Pra, gënjej, parat i merë për 100 megabajt edhe të jep 8 kilobajt. Janë mashtrues që 2 palët, janë hajdut, sepse janë që të 2 jo shqiptarë, sepse nuk u bë pa qëllim shitja e AMC-s tek grekët edhe që vazhdojnë ta kenë grekët. Se që të dyja, dhe AMC-n dhe Vodafone-in i kanë grekët. Kam thënë para ca kohësh në një intervistë që në Shqipëri ekonomi shqiptare po e drejtojnë grekët, po u habitën disa. Zotëri, është qartësisht e vërtet që në Shqipëri komandojnë grekët aktualisht. Ndaj jemi të vonuar për t'i qëruar. Ndaj jemi të vonuar për t'u dhënë atë që u takon. Ndaj, se ajo është, këto janë 2 shërbime që varen nga zonja Balluku, në mos gaboj. Telefonia celulare. Është zonja aty. Është Matahari, është Lubia, është ajo Skupidjarja e Athinës, është ajo që komandon gjithçka, i ka ajo në dorë. Ja dhanë asaj në dorë, mos kemi që bëjmë. More, unë s'kam që bëj, populli ka që bën. Po unë s'kam që bëj. Për shembull, të ngrihet ta përmbysi. Ore të ngrihet përmbysi qeverinë, u them. Po, nëse zëm edhe te ja shembulli më i thjeshtë, kur kupton që edhe Vodafone edhe One i rrisin çmimet të paketave në mënyrë të sinkronizuar, gati të sinkronizuar, çfarë duhet bëj qytetari pra, të mos marr shërbimin, ta marr, çfarë duhet bëj? Bojkot. Po me çfarë do flasin apo? Fare. Se s'ka vetëm 2 kompania. Po dhe mos flasin, se nuk u bë kiameti se nuk folën 2 ditë. Po 2 ditë mos të mbyllësh shërbimet atyre kanë humbje kolosale, po këtë se din shqiptarët. 2 ditë mbyll telefonat. Në sinkron dhe ne shqiptarët. Në sinkron ata për na vjedhur, në sinkron dhe ne me njëri tjetrin mbyllim telefonat. Po ne nuk e bëjmë. Ne s'bëjmë asgjë që duhet bërë. Ne bëjmë atë që nuk duhet bërë. Vemi japim votën për 50.000 lekë apo për një thes me miell. Qofse do kishte një sindikat që do i orientonte njerëzit që si sindikatat e ka ndaluar Sali Berisha me kohë dhe Edi Rama janë me patos ish kryeministrin. I ka ndaluar ta sindikatat. A u thanë ky në mos gaboj Edi Rama, u tha hajde në Shqipëri, u tha se në Shqipëri s'ka sindikata që t'u pengojnë. Ka që thjesht është humbje demokracisë. Ore, keni të qartë që nuk kemi në demokraci?
Demokraci do të thotë që të kesh të drejtë të ngrihesh si popull të bësh një referendum për një X problem. Në Zvicër zotëri qytetarët bën referendum edhe për ngjyrën e kazanit të plerave. Dhe vendos lagja, vendos komuniteti, vendos populli, çfarë duhet bërë. Këtu e drejta e referendumit është hequr. Çfarë demokracie ke ti? Pse gënjejmë veten? Pse më rehani sapunin për djathtë të jetën? Që kjo hata kështu me këtë popull? Nuk jenë demokraci, më jo jenë diktaturë. Për të mos vajtur pastaj që drejtësia që është bërë gjykat prokurori një trup, një element. Zoti Islami ka pasur një denoncim të Erion Braçis lidhur me kompanitë e qumshit në Shqipëri, të cilët nuk refuzojnë që t'ju blejnë qumësh fshatarëve. Po, patjetër. Refuzon ta blej qumshin ai nga fshatarët sepse e merr nga Serbia. Fshatarit i shkon litri qumshit bie fjala 80 lek, ai nga Serbia e blen me 1 lek. Se duan të na vrasin dhe japin falas, fare bile. E more vesh. Këtë po themi. Këtë kam thënë. Për ditë po e themi, nuk ka vesh na dëgjojnë, nuk ngrihet ky popull, nuk flet fare. U thuhet pushoni rrini urt. Rrini urt edhe populli urt por ja, kaq. Por nuk që bullalla Harry Fult që tha lum ai pushtetar që do që ai qeveritar tha që do qeveris këtë popull. Për shqiptar. Që në vitet 30. Kështu. Po ku ndryshon në avokat? Ku ndryshon shqiptar? Që u bën kështu siç janë tani? Ja ta them unë. Një popull që ka jetuar tërë jetën i shtypur. Ka bërë kërëngritje të jetës pasjeshme, se ka ullur kokën, por është gjakosur, është kataranosur, është handakosur, por s'ka fituar gjë, gjithmonë ka humbur. Dhe të lindësh, të rritesh dhe të plakesh dhe të vdesësh me fjalën hesht, kuptohet që s'ke demokraci. S'ke del për protest. S'ke. Ne, që kur e kam njohur veten unë, deri më sot, na thuaj hesht, se veten në burg. Kaq. Kjo i thot tëra. Është mbjell kodi, është jo mbjell, po është imponuar kodi i heshtjes dhe i frikës. Pra ne jemi një popull që trembemi në çdo kohë sepse jemi të pafrikishëm. Nuk dim ne të marrëm armën dhe të luftojmë kundër të keqes. Nuk dim. Sigurisht që shumë shqiptar kanë ikur nga Shqipëria dhe kanë shkuar në Gjermani, Itali, në vende perëndimore. Po shikoj një trend kohët e fundit që të merren dado filipineze. Ti a do ishe dakord që, po themi në rastin konkret, djali jot, nëse do kishte fëmijë, mos të ta linte fëmijën ty, po të merrte dadon filipineze? Qa thua, burgur? Jo, mërë jo, është me qëllim kjo punë, është me qëllim. është plani për të shkatëruar Shqipërinë, tani i kemi thënë, është plani për të shkatëruar Shqipërinë, dhe shqiptarë prapë nuk po flasin. Pranon që të marrë filipinezen dado për fëmijët, se e paguan pak, e komandon kollaj, edhe nuk merr shqiptarë dhe shqiptarët ikin. Dhe vajzat edhe gratë tona, nuset tona vendet punojnë dado apo pastruse në Gjermani, në Itali, në Greqi. Ore na kanë shpërbër, por nuk e shohim. Na kanë shpërbër, me jemi prishur. Jemi prishur si popull, kemi mbaruar. Nuk ka më komb shqiptar këtu. Këtu kanë mbetur, ja, dele shikon, gjithë shërbimin social ke vetëm të huaj. Filloj që në Tiranë dhe shkon në Konispol dhe në Vermosh. Këtë huaj. Populli shlet. Qa ti them unë këti populli? Ta respektosh këtë popull? Jo, nuk e respektoj vallahi. Jo. Po nuk e respektoj se s'ngrihet. Si thua do të respekte këti popull? Jo. Si a thua do të fjallë respekt. Këtë respektosh. Të gjënjëzuarin, frikacakun, patronazistin, spionin, këtë respektosh. Më thuaj. Avokat, ju keni thënë para pak kohësh që kur bën kur futesh në platforma të dalin video të ndryshme dhe kryesisht të dalin video me persona me ngjyrë.
Ajo është të gjitha videot, po t'i shikosh çiftet, del një vajzë e bardhë me një djalë të zi. Si shpjegohet? Është reklamohen. Si shpjegohet që vjen Gonzato dhe thotë unë jam i martuar me një burrë dhe ne e paranojmë për ambasador. Zotri, unë dua të ruaj pastërtinë kombëtare gjenetike të kombit tim të shqiptarëve. Këtë e dua. Edhe e kërkoj. S'më detyron do Gonzato edhe Gonzato që vinë nga djalli sëmës vinë këtu edhe i bien për të shkatëruar kombin shqiptar. Nuk është vetëm ajo. Është dhe një video tjetër, më duket se ta kam dërguar. Edhe nëse nuk ta kam dërguar, do ta dërgoj që tregon një djalë dhe një vajzë të vegjël 4 dhe 5 vjeç. Ai djali 5 vjeç, ajo vajza 4 vjeç, e ulet në gjumja dhe i thot, më pranon mua dua të martohem me ty, thot dhe jep unazën. Një skenë e tillë çfarë është zotëri? Çfarë indukton tek një fëmijë në atë moshë që e shikon, më thuaj ti. Edhe shqiptarët flinë, flini gjumë. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Të lutem.